Imagjinoni një pikë të vetme dështimi. Një rreth gome, jo më i gjerë se dora juaj, që mban 20 ton, duke u rrotulluar qindra herë në minutë, përgjatë mijëra kilometrave asfalt përbëlues, i ftohtë polar dhe rrugë të shkatëruara. Tani shumëzojeni këtë pikë me 18 ndërfaqe të brishta, midis një automjeti me 600 kuaj fuqi dhe humnerës. Çfarë i vëzgon këto 18 pika kritike 24 orë në ditë? Nuk është shoferi, shqisat e tij janë të kufizuara. Nuk është një mekanik, ai është qindra kilometra larg. Përgjigja është në pamje të gjithëve, duke u rrotulluar me një këmbëngulje hipnotike. Ato tubat e vegjël metalik që dalin nga qendra e rrotave të kamionëve dhe autobusëve. Nuk janë një zbukurim, as një aksesor. Janë rojet. Janë maja e heshtës së një lufte të heshtur dhe të pa shpirt që bëhet në kufirin e vet ku goma takon rrugën. Një luftë kundër fizikës, kundër konsumit, kundër falimentimit dhe, mbi të gjitha, kundër katastrofës. Sot jo vetëm do t'ju themi se çfarë janë, do t'ju tregojmë pse, pa atë tub të vogël dhe rrotullues, transporti botëror modern do të ndalonte. Zbërtimi i KTIS, Central Tire Inflation System. Për të filluar këtë udhëtim, duhet t'i japim një emër protagonistit ton misterioz. Ato valvula rrotulluese janë pjesa e dukshme e një sistemi që mban një emër që tingëllon si teknologji ushtarake, sepse në mas të madhe është i tillë. Sistemi qendror i fryrjes së gomave, ose me akronimin e tij në anglisht, KTIS. Ato 4 shkronja përmbledhin një filozofi radikale. Presioni i gomave nuk mund të jetë më një çështje reaktive, manuale dhe subjekti gabimit njerëzor. Duhet të jetë një funksion automatik, i qëndërzuar dhe i menaxhuar nga kompjuteri. Qendror është kyçi. Do të thotë që nuk ka 18 sisteme të pavarura, një për rrotë. Ekziston një truri unik, zakonisht një njësi kontroli elektroneumatike që qeveris nga një pikë strategjike e shasis. Ky tru merr të dhëna, merr vendime dhe dërgon komanda. Fryrja është funksioni i tij më i dukshëm, por është vetëm një nga aspektet e tij. Misioni i tij real është kontrolli. Të kontrolloj presionin 24 orë në ditë, të kontrolloj përgjigjen ndaj një dështimi, të kontrolloj madje edhe mënyrën se si automjeti ndërvepron me terrene të ndryshme. Sistemi është ai që bashkon gjithçka: një rrjet zorësh ajri me presion të lartë, valvula të specializuara, sensor elektronik dhe një ndërfaqe në kabinë. Ta quash fryrës automatik do t'ishte si ta quash sistemin nervor njerëzor një transmetues gudulisjesh. Nëmbvlerëson plotësisht sofistikimin e tij. KTIS është sistemi nervor autonom i kamionit, i dedikuar për një detyrë jetike: të ruaj integritetin e asaj pike të vetme kontakti me botën. Dhe gjithçka fillon me komponentin që tërheq më shumë vëmendjen, pjesa që rrotullohet pa ndallur. Si një valvul rrotulluese, sfidon fizikën dhe vullos ajrin me 100 km/h. Sfida më e madhe inxhinierike e të gjithë sistemit CTIS është mjaft e thjeshtë, por fizikisht dekurajuese. Të lidhësh një zorë ajri stacionare, të fiksuar në aks, me një dhomë ajri që rrotullohet me më shumë se 100 km/h. Mendo të përpiqesh të frysh rrotën e një biçiklete në lëvizje, por me presione 10 herë më të larta dhe me detyrimin që të mos shpëtoj asnjë flusk minimale ajri. Zgjidhja është një pjesë inxhinierike precize e quajtur valvul rrotulluese ose union rotativ. Ajo gungë vogël metalike që sheh është vetëm koka e një pajisje shumë më komplekse. Në brendësi të saj, i ankoruar në aks, ka një trup stacionar nga ku vjen ajri i sistemit kryesor. E bashkuar me të dhe duke u rrotulluar me rrotën, ka një karkas lëvizse që përcjell ajrin drejt gomës. Mrekullia ndodh në ndërfaqen midis këtyre dy pjesëve, një vull dinamike, zakonisht të bërë nga materiale të avancuara të përbëra si PTFE, teflon, i përforcuar me grafit ose bronz. Kjo vull lejon që pjesa rrotulluese të rrotullohet lirisht mijëra herë, ndërsa mban një mbyllje hermetike kundër presioneve që mund të kallojnë 10 atmosfera. Është e lubrifikuar nga vetë ajri i sistemit dhe projektuar për të përballuar një ferë të veçantë. Dridhje brutale, goditje gurësh, zhytje në balltë, rryma ujë të kripur dhe nxehtësinë e gjeneruar nga fërkimi i frenave.
Që një komponent aq kritik të jetë i ekspozuar ndaj elementeve nuk është një pakujdesi. Është një deklarat besimi në qëndrueshmërinë e tij. Dështimi i tij do të ishte katastrofik, prandaj është ndërtuar për të qenë pjesa më e qëndrueshme e montimit. Kjo valvull është ura fizike, pika ku sistemi nervor qendror i CTIS prek literalisht rrotën. Është porta e hyrjes dhe daljes së jetës së gomës. Përmes saj hyn ajri që e mban të gjallë dhe përmes saj, siç do ta shohim, shpëtojnë sinjalet e para të vdekjes së saj të mundshme. Alarmi heshtur nga rrota në kabinë. Udhëtimi i një sinjali që shpëton jetë. Tani, le të transportohemi në një skenar kritik. Një kamion i ngarkuar udhëton natën në një rrugë të shkretë. Një copë metali e mprehtë në asfalt shpon anën në një gome të pasme. Ajri fillon të shpëtojë. Në një kamion pa CTIS, shenja e parë për shoferin do të ishte një dridhje delikate në timon, një anim i lehtë i rimorkios ose zhurma e gomës që shpërbëhet, që shpesh vjen shumë vonë. Me CTIS, alarmi bie në instantin e vet kur presioni fillon të bjerë. Si? Çdo valvull rrotulluese nuk është një tub memec. Është e lidhur me një sensor presioni në kohë reale. Ky sensor monitoron vazhdimisht paundët për inç katror brenda gomës. Sinjali i këtij sensori udhton përmes një kabloje të vogël, të mbrojtur përgjatë aksit, deri te moduli i kontrollit elektronik, ECU i CTIS, truri për të cilin folëm. Ky udhtim të dhënash nga rrota rrotulluese te kompjuteri fiks është një tjetër mrekulli e vogëlishmërie që ndodh në milisekonda. Truri proceson informacionin. Goma 3, aksi i pasmi djathtë, presioni duke rënë 2 pësi për sekond. Rrjedhje kritike e identifikuar. Menjëherë, aktivizon një protokoll prej 2 fazash. Së pari, alarmimi njerëzor. Në kabinë, një dritë dëshmitare ndizet në panelin e instrumenteve, ose një ekran digital tregon një mesazh të qartë. Humbje presioni, rrota 3R. Shoferi informohet, nuk friksohet. E di saktësisht se çfarë po ndodh dhe ku. Së dyti, dhe simultanisht, aktivizohet përgjigje automatike. Truri urdhëron një elektrovalvull që të hapë rrjedhën e ajrit nga depozita kryesore e kamionit drejt asaj rrote specifike. Sistemi përpiqet të kundërsulmojë, duke frur gomën me të njëjtën shpejtësi me të cilën humbet ajrin, duke mbajtur presionin stabil. Kjo rrjedhë, informacioni dhe veprimi, nga periferia në qendër dhe nga qendra në periferi, shndërron një emergjencë potencialisht vdekjeprurëse në një incident të menaxhuar. Shoferi nuk është i verbër. Kamioni nuk është i pambrojtur. Sistemi ka ngritur një mburoj të dhënash dhe ajri të komprimuar midis dështimit dhe katastrofës. Bendimi i hekurt. Pse sistemi preferon të të lërë pa rrotë para se të lërë pa frena. Por, po sikur plaga të jetë vdekjeprurëse. Po sikur prerja të jetë aq e madhe sa ajri të shpëtojë më shpejt se sa kompresori mund ta zvendçojë. Këtu është pika ku CTIS zbulon inteligjencën e tij të vërtetë dhe merr vendimin më të ftohtë dhe logjik që mund të marrë një makinë. Për ta kuptuar atë, duhet të kujtojmë nga vjen ajri që ai përdor. Në një kamion ose autobus të rënd, ajri i komprimuar është një burim jetik dhe i përbashkët. I njëjti kompresor që ushqen CTIS është ai që jep jetë frenave pneumatike, sistemit të pezullimit me ajër dhe aksesorëve të tjerë. Ajri ruhet në depozita ose tanke ajri, si një rezervë strategjike. CTIS ka akses në këtë rezervë, por nuk është pronari i saj. Është një qiramarrës me një kontratë shumë strikte. Truri i CTIS është i programuar me një ligj të palkundur, një hierarki mbijetese. Integriteti i sistemit të frenimit është absolut dhe i panegociueshëm. Prandaj, sistemi ka sensor që monitorojnë presionin në tanket e ajrit kryesor. Nëse detekton që rrjedhja në gomë është aq e pangopur sa po konsumon rrezikshëm rezervat e ajrit, duke vënë në rrezik presionin e nevojshëm për të aplikuar frenat me forcë të plot, aktivizon protokollin e sakrificës. Pa mëshirë, pa hezituar. Mbyll elektrovalvullën që ushqen atë rrotë. Ndërpret furnizimin. E braktis gomën në fatin e saj. Në kabinë, alarmi ndryshon. Nga djuk frirë në rrjedhje kritike, sistemi i mbyllur. Preferon që një gomë të shpërbret plotësisht, që rrota të kthehet në një cung gome që nxjerr tym, para se të lejoj që kamioni të mbetet pa kapacitetin për të frenuar. Është një vendim i hekurt.
Një gomë e shpërthyer është një aksident i kontrollueshëm, një dështim mekanik i kushtueshëm. Një kamion prej 40 tonësh pa frena është një misil balistik i pa kontrollueshëm, një tragjedi me përmasa të pallogaritshme. CTIC, në logjikën e tij të ftohtë algoritmike, zgjedh të keqen më të vogël. Zgjedh të shpëtojë jetë, edhe pse do të thotë të shkatërrojë një pjesë të trupit të vet. Kjo aftësi për të marrë vendime jete a vdekjeje e ndan përgjithmonë nga të qenit një fryrës i thjeshtë. Është një rojtar me kriter. Më shumë se ajër, sistemi si reagesi i parë në një emergjencë. Deri tani e kemi parë CTIS si një sistem mbrojtës. Detekton, alarmon, kompenson dhe në fund të fundit sakrifikon për të mbrojtur një të mirë më të madhe. Por roli i tij nuk përfundon këtu. Në skenar të caktuar me kërkesa maksimale, ai shtërohet në një reagjes të parë aktiv, i aftë të alterojë vetë karakteristikat e automjetit për të kaluar një krizë. Kjo aftësi i ka rrënjët në origjinën e tij ushtarake, për të cilën do të flasim në kapitujt e mëpashëm, por aplikimi i tij tregtar është po aq jetik. Imagjino një kamion shërbimi në një minjerë në qiell të hapur, ose një automjet shpëtimi i bllokuar në rër, balt ose bord të thellë. Një gomë plotësisht e frurë, me gjurmën e saj të vogël dhe të fortë, do të zhytet. Zgjidhja është të shfrysh qëllimisht gomat për të zgjeruar gjurmën e tyre, për të shpërndar peshën dhe për të fituar tërheqje. Ta bësh këtë manualisht, nën shi, në terren të rrezikshëm, me 18 rrota, është një detyrë që kërkon orë të tëra dhe një rrezik gjigant. Me CTIS, shoferi nuk ka nevojë të dalë nga kabina. Nga një panel kontroli, mund të përzgjedh një mod për çdo terren ose mod balte. Sistemi, duke u bindur, hap valvulat e shfryrjes të rrotave lëvizëse ose të gjithave, duke liruar ajrin në formë të kontrolluar derisa të arrijë një presion të paracaktuar mbase gjysmën e normales. Gjurma e gomës rrafshohet, duke u transformuar nga një rreth i ngushtë në një platformë të gjerë. Kamioni fiton tërheqjen e nevojshme për të dalë nga vështirësia. Pasi gjendet në terren të fortë, shoferi përzgjedh mod rruge. Sistemi rifilon kompresorin, veçon çdo gomë mbrapsht në presionin e saj optimal të udhëtimit, e gjitha në formë automatike dhe të sinkronizuar. Në këtë rol, CTIS pushon së qeni një rojtar pasiv. Është një transformator dinamik. Është njëti që lejon që i njëjti automjet të jetë një vrapues autostrade dhe një eksplorues i terreneve ekstreme, duke përshtatur fiziologjinë e tij me kërkesat e momentit. Jo vetëm i përgjigjet rrezikut, e parandalon atë, duke pajisur shoferin me një super fuqi, atë të alterimit të fizikës së tërheqjes me prekjen e një butoni. Kështu, ai tub i vogël rrotullues zbulohet jo vetëm si një sensor dhe një frurës, por si portieri i një mbretërie mundësish taktike që mbeten të fshehura në shikim të parë, të gatshme për t'u thirrur kur rruga zhduket dhe mbetet vetëm sfida e pastër për të arritur në anën tjetër. Tashmë e zbuluam CTIS si një hero sigurie, një rojtar që vepron në hije për të parandalluar dështime. Por në botën e transportit tregtar, heroizmi duhet të përkthehet në numra. Mbijetesa është kërkesa minimale, rentabiliteti është objektivi ditor. Tani do të futemi në territorin ku vendimet inxhinierike shtërohen në kolona fitimesh dhe humbjesh. Këtu ajri i komprimuar pushon së qeni një lëng jetik për të zhdëruar në një monedhë. Çdo pound për inç katror presioni përfaqëson një kompromis midis kostosë së sotme dhe kursimit të së nesërmes. CTIS, larg të qenit një shpenzim tekanjoz, është llogaritari më i imtësishëm në bord, duke mbikëqirur një nga rrjedhjet e kapitalit më të fshehta dhe shkatëruese që ekzistojnë, presionin e pasakt të gomave. Ankora e padukshme, si një gomë me presion të ulët djeg para liter pas litri. Për të kuptuar ekonominë e CTIC, së pari duhet të vizualizojmë një armik të heshtur, rezistencën ndaj rrotullimit. Një gomë e frurë në mënyrë perfekte është një rreth pothuajse i ngurtë që rrotullohet me një deformim minimal. Është efikase, por kur presioni bjen, qoftë edhe lehtësisht, goma zbutet. Gjurma e kontaktit me asfaltin rrafsohet dhe zgjerohet. Tani, në çdo rrotullim, goma jo vetëm rrotullohet, shtypet. Ky deformim ciklik, ky ngjeshje e vazhdueshme e gomës kundër tokës, është një punë. Dhe kjo punë kërkon energji. Energji që vjen ekskluzivisht nga motori dhe përrjedhoj nga karburanti. Një gomë e shfryrë është një ankore padukshme që kamioni duhet ta tërheqë me vete në çdo metër të udhëtimit të tij. Numrat janë elokuent dhe të pashpirt.
Studimet e industrisë dhe të prodhuesve të gomave vlerësojnë se një presion 20% në atë të rekomanduar mund të rrisë rezistencën ndaj rrotullimit në 10%. Ky 10% i rezistencës përkthehet direkt në një rritje të konsumit të karburantit që luhatet midis 4 dhe 5%. Duket pak, vërtet, është një mashtrim i rrezikshëm. Le të përkthejmë. Imagjino një kamion me rimorkio me 18 rrota. Një gomë vetme nga të 18-tat me një presion 20% të ulët vjedh atë 4% të efikasitetit nga i gjithë kompleksi. Nëse jo një, por disa goma janë lehtësisht të ulta, një situatë më e zakonshme nga sa besohet, shpërdorimi shumëfishohet. Në një udhëtim prej 1500 kilometrash, ajo pak mund të nënkuptoj 10 litra naftë të djegur pa prodhuar asnjë kilometër të dobishëm transporti. Karburanti shndërrohet në nxehtësi, në fërkim, në lodhje të gomës, në tim që nuk dërgon asgjë kundi. CTIC çrënjos këtë shpërdorim në rrënjë. Duke mbajtur çdo gomë në presionin e saj të fryrjes në të ftohtë optimal, me një devijim minimal, eliminon ankorat e padukshme. Garanton që çdo litër karburanti bler të destinohet tërësisht për të lëvizur ngarkesën, jo për të luftuar kundër vetë deformimit të automjetit. Në një biznes ku marzet maten në qindarka për ton kilometër, ky rojtar pneumatik paguan veten her pas here në çdo faturë të karburantit. Jeta e zgjatur. Pse presioni i përsosur është antioksidanti më i mirë për gomën. Nëse kursimi i karburantit është argumenti i menjëhershëm, jetëgjatësia e gomës është argumenti patrimonial, ai që mbron investimin e kapitalit më të kushtueshëm pas vetë kamionit. Një gomë e një aksit drejtues ose lëvizës të një kamioni të rëndë mund të kushtoj qindra, madje mijëra dollar. Dhe një lloj e plot për të gjithë trenin rrugor përfaqëson një shumë astronomike. Ky investim nuk është një shpenzim, është një aktiv që duhet të amortizohet për gjatë distancës më të madhe të mundshme. Dhe asgjë nuk e vret një gomë më shpejt se nxehtësia e gjeneruar nga fleksioni i tepërt. Kur një gomë rrotullohet me presion të ulët, anët e saj palosen me dhunë në çdo rrotullim. Ky fleksion i vazhdueshëm gjeneron fërkim të brendshëm midis shtresave të gomës, pëllhurës dhe çelikut që e përbëjnë. Fërkimi shndërrohet në nxehtësi, dhe nxehtësia është armiku vdekjeprurës i gomës. Degradon përbërjet kimike që japin elasticitet dhe rezistencë, përshpejton çarjen dhe mund të arrijë deri në shkëputjen e shtresave të brendshme në një fenomen katastrofik të quajtur shkëputje e bandës së rrotullimit. Edhe pa arritur në katastrofë, nxehtësia dhe deformimi i pabarabartë konsumojnë bandën e rrotullimit në mënyrë të parregullt, duke krijuar modele dhëmbës share ose konsumim në shpatulla, gjë që redukton drastikisht jetën e saj të dobishme dhe kapacitetin e saj për të veshur mbrapsht. Një proces që mund të zgjasë jetën e gomës në 60 ose 70%. TIS, duke garantuar presionin konstant dhe të saktë, eliminon fleksionin e tepërt. Goma punon siç u projektua, duke u rrotulluar, jo duke u përdredhur. Temperatura e brendshme mbahet brenda kufive të sigurt. Konsumimi i bandës së rrotullimit është i njëtrajtshëm dhe i parashikueshëm. Studimet e flotave të pajisura me TIS raportojnë rritje në jetën e dobishme të gomave që shkojnë nga 20 deri në 30%. Kjo do të thotë që në vend të zëvendësimit të një lloje gomash çdo 300.000 kilometra, një flot mund ta bëjë çdo 400.000 ose më shumë. Shumëfisho atë 20% të jetës ekstra me koston e 18 gomave të gamës së lartë, dhe kursimi është një shifër me shumë zero. TIS nuk është një shpenzim, është një fond amortizimi i përshpejtuar për gomat. Është polica më e mirë e sigurimit kundër degradimit të parakohshëm. Një policë që paguan dividend në formë gome që zgjat kilometra dhe kilometra më shumë. Kostoja e ignorancës, duke simuluar një flot pa TIS përballë një të pajisur. Le ta çojmë këtë aritmetik në një terren konkret, në një simulim që çdo menaxher flote realizon me laps dhe letër, ose me një flet llogaritje të sofistikuar. Le të krahasojmë dy flota hipotetike, secila me 100 kamion identik, duke përshkuar secili 120.000 kilometra në vit. Flota A operon me metodën tradicionale, rishikim manual i presionit çdo një numër të caktuar ditësh, duke pasur besim te disiplina e shoferëve dhe në rrugët e mirëmbajtjes. Flota B është e pajisur me TIS që nga fabrika.
Le të fillojmë nga karburanti. Le të supozojmë një konsum bazë prej 3 km për litër. Në flotën A, me të paktën 1-2 goma vazhdimisht pak të ulta, një realitet statistik, konsumi degradohet 3%. Kjo do të thotë 1000 litra ekstra për kamion në vit. Shumëfishuar me 100 kamion dhe me çmimin e naftës, diferenca vjetore në faturën e karburantit është një shumë që lehtësisht kalon $500.000. Flota B kursen atë sasi. Le të vazhdojmë me gomat. Flota A, me konsumimin e saj të paregullt dhe stresin e saj më të madh termik, zëvendëson lojra të plota me 20% më shumë frekuencë. Nëse një lojë plot kushton $15.000, kostoja e zëvendësimit shtesë vjetor është rrëqethse. Flota B zgjat atë investim, duke kursyer edhe $250.000 ose më shumë në goma në vit. Tani le të shtojmë kohën e pasivitetit. Një shpim kritik në flotën A kërkon një ndalesë emergjence, një thirrje për një shërbim karotreci në rrugë, orë shoferit të paguara pa prodhuar dhe humbjen e ngarkesës së programuar. Çdo ngjarje këtij lloji kushton mijëra dollar në produktivitet të humbur dhe shpenzime ekstra. Flota B, me detektimin e saj të hershëm dhe kompensimin automatik, mundet, në shumicën e rasteve, të arrijë në një servis të programuar pa ndalesa emergjence, duke transformuar një dramë në një takim të thjeshtë mirëmbajtjeje. Kur mbledhim të gjitha këto variabla, karburant, goma, kopasiviteti, kosto të fuqisë punëtore për rishikime manuale, diferenca në koston totale të operimit për kilometër midis të dyja flotave është abisale. Kostoja e instalimit të TIS në flotën B amortizohet tipikisht në më pak se 2 vjet. Prej ande e tutje është fitimi pastër. Flota A operon në ignorancë, duke paguar një taks të fshehur ndaj jo efikasitetit. Flota B operon me inteligjencë, duke zhduruar çdo pound presioni në 100 darkë fitimi. Dividendi ekologjik, më paktim për më shumë kilometra. Në epokën e ndërgjegjes klimatike dhe rreguloreve mjedisore gjithnjë më strikte, efikasiteti nuk është më vetëm një çështje llogaridhënies së brendshme. Është gjithashtu një licencë sociale për të operuar. Këtu, CTIC gjeneron atë që mund të quhet një dividend ekologjik automatik. Le të kujtojmë ekuacionin fundamental. Rezistencë më e ulët ndaj rrotullimit është e barabartë me konsum më të ulët të karburantit. Konsum më i ulët i karburantit është i barabartë me më pak dioksid karbonit emetuar në atmosferë për ton të transportuar. Është matematikë e pastër. Një kamion me CTIC, duke djegur më pak litra naftë për të realizuar të njëjtën punë, redukton direkt gjurmën e tij të karbonit. Por përfitimet mjedisore nuk përfundojnë këtu. Gomat që zgjasin më shumë nënkuptojnë më pak mbetje gome për të menaxhuar. Më pak goma të hedhura para kohe në landfille ose të destinuara për procese riciklimi energjetikisht të kushtueshme. Përveç kësaj, një gomë që konsumohet në formë të njëtrajtshme dhe që ruan integritetin e saj strukturor, është një kandidat i përsosur për riveshjen, një praktik që është esenca e ekonomisë cirkulare në sektorin e transportit. Riveshja mund të zgjasë jetën e karkasës së një gome, pjesa më e vlefshme dhe komplekse për të prodhuar, përgjatë 3 ose 4 jetëve të dobishme, duke kursyer një sasi monumentale të lëndëve të para, energjisë dhe emetimeve të lidhura me prodhimin e një gome të re. CTIC, duke maksimizuar jetën e karkasës, shndërrohet në një aleat kyç të kësaj cirkulariteti. Për kompanitë e mëdha logjistike, ky dividend ekologjik nuk është vetëm një titull i mirë në një raport qëndrueshmërie. Është një argument tregtar i prekshëm përballë klientëve gjithnjë më kërkues me zinxhirin e furnizimit të gjelbër dhe një mburojë kundër taksave të ardhshme të karbonit ose rregulloreve më të rrepta mbi efikasitetin. Ajri i sakt në rrota shndërrohet kështu në një instrument të politikës mjedisore. Se makina jote nuk do ta ketë kurrë këtë, dhe pse ka sens? Pas eksplorimit të gjitha këtyre avantazeve, siguri, kursim, qëndrueshmëri, ekologji, lind një pyetje e pashmangshme, pothuajse prej sensit të përbashkët. Nëse CTIC është aq i mrekullueshëm, pse automjeti im ose çdo kamionçin pick-up nuk e ka atë? Përgjigja zbulon një paradoks magjepsës mbi ekonominë e shkallës dhe proporcionin rrezik-përfitim. Argumenti nuk është teknikisht i pamundur. Në fakt, ekzistojnë sisteme të monitorimit të presionit, TPMs, në shumicën e makinave moderne. Por një TPMs është vetëm gjysma e CTIC. Është sensori, alarmi. I mungon pjesa aktive,
fryrja automatike e qëndërzuar. Që një makinë të kishte një CTIS të plot, do të kishte nevojë për një kompresor ajri të dedikuar, një depozit magazinimi, një rrjet tubacionesh të presionit të lartë drejt të 4 rrotave dhe 4 valvula rrotulluese preciziteti. Kostoja, pesha dhe kompleksiteti i shtimit të gjithë këtij sistemi në një automjet prej 1 ose 2 tonësh është jo proporcional në lidhje me përfitimin. Rreziku që ai zbut, një shpim, është i menaxhueshëm për një shofer privat dhe kursimi i karburantit në një shkallë prej 4 gomash të vogla dhe një konsumi tashmë të ulët do të ishte minimal, duke kërkuar vite për të amortizuar investimin. Në një kamion, ekuacioni përmbyset radikalisht. Kostoja e sistemit CTIS është një fraksion minimal i çmimit total të një automjeti që kushton qindra mijëra dollar. Rreziku që ai zbut, një shpërthim katastrofik me 40 ton, është i një shkalle shoqërore. Dhe kursimi që ai gjeneron, i shumëfishuar me 18 goma gjigante dhe një konsum monstruoz karburanti, është masiv dhe i shpejt. Është ligji i kthimit në shkallë. Ajo që është një luks i pajustifikueshëm për njerin, është një nevojë ekonomike absolute për tjetrin. Kamioni mund të justifikojë një inxhinieri komplekse sepse numrat e tij janë të mëdhenj. Pesha të mëdha, distanca të mëdha, kosto të mëdha, rreziqe të mëdha. CTIS është prova që, ndonjëherë, zgjidhja më e sofistikuar dhe e kushtueshme është, në kontekstin e duhur, më e thjeshta dhe ekonomike. Është paradoksi i kamionit. Ka nevojë për një teknologji më komplekse se një makinë, pikërisht sepse bota e tij është më e thjeshtë në brutalitetin e saj. Një botë ku çdo variabël, çdo pësi, çdo litër, çdo kilometër gome është subjekt i një aritmetike aq të pashpirt dhe të qartë, sa vetëm një rojtar automatik dhe i pallodhshëm mund të garantojë që shuma finale të jetë pozitive. Historia e CTIS nuk filloi në një fabrikë kamionësh, as në tabelen e vizatimit të një inxhinieri civil. Filloi në balltën e përgjakur të një plazhi pushtimi, në zjarrin e artillerisë, ku nevoja nuk ishte të kurseheshin para, por të shpëtoheshin jetë. Është momenti të gjurmojmë udhtimin epik të një teknologjie të farkëtuar në kaosin e luftës, të rafinuar në provat e vështira të tregtisë dhe të ngritur në shprehjen e saj maksimale në mjediset më ekstreme të planetit. Të kuptosh këtë udhtim do të thotë të kuptosh pse një sistem pothuajse i rëndomt si kontrolli i presionit të gomave mban me vete peshën e historisë dhe premtimin e së ardhmes. Lindja në Ferr. Duç amfib dhe nevoja luftarake për të mos zbritur për të frur. Vitet ishin ato të konfliktit global më shkatërues të historisë. Në frontet e Evropës dhe paqësorit, lëvizshmëria ishte sinonim i mbijetesës. Dhe një nga automjetet më të huaja dhe vitale të asaj betejë ishte DUK Vatove, i quajtur me përkëdheli Duç. Ishte një kamion amfib i aftë të lëvizte në tokë dhe të lundronte në ujë, i projektuar për të dërguar furnizime nga anijet e zbarkimit direkt në plazh dhe mëtej. Por këto plazhe nuk ishin me rërë të imët, ishin kurte balte të thellë, zhavori të lëshuar dhe pengesash vdekje prurëse. Një gomë, plotësisht e frur, e projektuar për rrugë, zhytej pashmangshmërisht në atë teren. Zgjidhja manuale, të zbrisje për të shfryrë rrotat me një çelës në zjarrin e armikut, ishte një dënim me vdekje. Nevoja, brutale dhe urgjente, i dha jetë inovacionit. Inxhinierët ushtarak amerikan, në bashkëpunim me kompaninë Goodyear, zhvilluan sistemin e parë të qëndërzuar të kontrollit të presionit të gomave. Nga siguria relative e kabinës, shoferi i Duç mund të aktivizonte një levë. Kjo fjalë aktivizonte një sistem që, përmes tubacioneve dhe valvulave, lironte ajër nga të 6 gomat e mëdha të automjetit, duke i rrafshuar ato për të transformuar gjurmën e tyre. Papritmas, Duç nuk zhytej, notonte mbi balt, fitonte tërheqjen për të dalë nga plazh. Pasi ishte në terren të fortë, shoferi e kthente procesin mbrapsht dhe sistemi i lidhur me kompresorin e motorit frunte përsëri gomat për të rifilluar shpejtësinë në rrugët dutsore. Kjo nuk ishte një teknologji komoditeti apo kursimi. Ishte një shumëfishues i forcës taktike. Do të thoshte që një automjet i vetëm mund të adaptohej në terrene të shumta pa u ndalur, pa ekspozuar ekuipazhin e tij. Do të thoshte që furnizimet arrinin në linjat e frontit. Në ferin e luftës, kontrolli qendror i ajrit në goma nuk ishte një karakteristikë, ishte një organ vital. Nga plazhet e Normandisë deri në xhunglat e paqësorit,
Ky sistem demonstroi se fuqia e vërtetë e një automjeti nuk ishte vetëm në motorin e tij, por në aftësinë për të rikonfiguruar kontaktin e tij me tokën. Dhe ky mësim, i nxjerrë me aq shumë kosto, nuk do të harrohej në kohë pa qeje. Nga ushtarët te kamionistët. Migrimi i teknologjisë ushtarake te tregtia. Kur topat heshtën, një sasi e pamas teknologjie dhe njohurish mbetje disponueshme. Inxhinierët, dizajnerët dhe vizionarët filluan të vrojtonin botën civile me sytërinj, duke pyetur veten se cilat mjete të luftës mund t'i shërbenin rindërtimit dhe rritjes. Sistemi DAC nuk kaloi pa u vënë re. Në dekadat e viteve 50 dhe 60, ndërsa rrjeti i rrugëve ndërshtetërore në Shtetet e Bashkuara zgjerohej dhe transporti me kamion shpërthente, problemet ishin të ndryshme, por logjika ishte ngjashme. Kamionët filluan të përshkonin distanca kontinentale, të ngarkonin pesha më të mëdha, të përbaleshin me klima ekstreme dhe terene të vështira në vepra infrastrukture. Ideja që një shofer mund të rregullonte presionin e gomave të tij për një ngarkesë të rëndë në rrugë dhe pastaj t'i shfrynte ato lehtësisht për të manovruar në balltën e një vepre, ishte tmerrsisht tërheqëse. Kështu filloi migrimi ngadalt por konstant. Së pari, në automjete të specializuara, kamion zjarfikës pijor që kishin nevojë të futeshin në rrugë dheu, automjete të kërkimit të naftës, kamion shërbimi në vepra të mëdha. Versionet e para civile ishin të trash, pothuajse replika direkte të sistemit ushtarak, por demonstruan vlerën e tyre. Kthesa cilësore erdhi me elektronikën dhe materialet e avancuara. Valvulat rrotulluese u bën më të besueshme. Sensorët e presionit elektronik zvendësuan ata mekanik, dhe njësit e kontrolit kalluan nga të qenit leva pneumatike në kompjuterat të vegjël. Ajo që lindi si një mjet i mbjetesës taktike, u rafinua si një mjet i optimizimit ekonomik. Shoferi i kamionit nuk ishte më një ushtar që shmangte zjarin e armikut, por përballej me armiq të tjerë. Afatet e dorëzimit, kostot e karburantit, buxhetet e mirëmbajtjes. STIS u vu në shërbim të kësaj betejë të re. Migrimi ishte i plot. Teknologjia kishte kaluar linjen, duke demonstruar se një inovacion i farkëtuar për të shpëtuar jetë në kaos, mundej, me fokusin e dur, të shpëtonte biznese në konkurreshmërinë e tregut. Gjigantet që kanë nevojë për të. STIS në minierat në qiell të hapur dhe vlera e një gome. Nëse ekziston një vend ku ekuacioni i rrezik përfitimit STIS arrin shprehjen e tij më të pastër dhe dramatike, është në minierat në qiell të hapur. Këtu operojnë automjetet më të mëdha të botës, kamionët minerar të transportit, monstra prej 2 ose 3 katesh lartësi, me rrota që dyfishojnë shtatin e një personi. Në këtë mjedis, një gomë nuk është një komponent, është një investim kapitali monumental. Një gome vetme për një nga këta gjigant mund të kushtojë midis $50.000 dhe $100.000. Dhe një kamion mund të mbajë 6 prej tyre. Kostoja e një lloje të plot i afrohet asaj të një masiuni, por kostoja e një dështimi është pafundësisht më e madhe. Një shpërthim në një nga këto goma, për shkak të një prerjeje nga shkëmbi i mpreth ose një mbinqëjeje nga presioni i ulët, nuk është një shqetësim. Është një ngjarje e ndalimit të prodhimit me rrezik të lartë. Zurma është si një shpërthim, i aftë të dëmtojë rënd kamionin, dhe rrota e shkatëruar mund të zhderrohet në një projektil vdekjeprurës. Të ndalosh një nga këta kolos, t'i ndërosh një rrotë në mes të gropës së minierës, është një operacion logjistik që mund të zgjasë një ditë të tërë, me vinca special dhe ekipe të rrezikut të lartë, duke ndaluar të gjithë zinxhirin e prodhimit. Këtu, STIS nuk është një opsion, është sistemi cirkulator i automjetit. Monitoron çdo gomë me një precizion obsesiv. Në këta kamion, sistemi nuk kompenson vetëm rrjedhje të vogla. Është i programuar të rregullojë presionin në formë dinamike sipas kërkesës. Një kamion bosh rrugës për në grop mund të mbajë një presion. Një kamion i ngarkuar me 300 ton mineral e mban atë më të lartë për t'i rezistuar deformimit masiv. Përveç kësaj, në rrugët e gjata dhe të pjerta të daljes nga minierat, gjehësia është armiku i madh. STIS ndihmon në menaxhimin e saj, duke siguruar që presioni kur të mos bjerë në nivelin që do të gjeneronte një fleksion katastrofik. Për menaxherët e minierës, STIS është një sistem i menaxhimit të aktiveve të rendit të parë. Çdo pound presioni i vrojtuar është $1 i mbrojtur. Çdo alarm i hershëm shmang një humbje prej 6 shifrash. Në këtë mbretëri gjigantësh, tubi i vogël rrotullues zhderrohet në rojtarin e një thesari.
duke demonstruar se vlera e tij është direkt proporcionale me vlerën e asaj që mbron. Prekja e fermerit. Presioni varyueshëm për të mos shtupur korrjen e së ardhmes. Në ekstremiteti tjetër të shkallës, por me një rëndësi po aq vitale, gjendet fusha. Bujqësia moderne nuk realizohet me traktor të vegjël. Realizohet me kolos qeliku prej qindra kuaj shfuci, me goma po aq të larta sa një person, që tërheqin mbjellse, kultivuese dhe korse të gjerësive të jashtëzakonshme. Armiku këtu nuk është shkëmbi, por ngjeshja e tokës. Kur një traktor i rënd kalon nëpër një fushë me goma me presion të lartë, rrotat e tij veprojnë si parmend të padukshme, duke shtupur strukturën poroze të tokës. Kjo shkatëron kanalet e ajrit dhe ujit, vështirëson në rritjen e rënjeve dhe me kohën redukton dramatikisht rendimentin e kulturës. Zgjidhja bujqësore e CTIS, shpesh e quajtur sistemi presionit të varyueshëm ose VTI, është një vepër e precizionit agronomik. Kur del në rrugë për të lëvizur midis fushave, traktori fryn gomat e tij enorme me presion të lartë për një rrotullim efikas. Por kur arrin në kufirin e fushës, shoferi, me një buton, aktivizon modën fush. Sistemi liron ajrin në formë të kontrolluar, duke zgjeruar gjurmën e gomës në mënyrë spektakolare. E njëjta masë e traktorit shpëndahet atëherë mbi një sipërfaqe 2 ose 3 herë më të madhe. Presioni mbi tokë bie në nivele që nuk e dëmtojnë atë. Traktori shtërohet literalisht me një automjet më të lehtë për tokën. Kjo lejon punën në kushte të lagështisë optimale pa u zhytur, duke ruajtur strukturën e çmuar të tokës. Kur mbaron, sistemi rifrën gomat për udhëtimin e kthimit. Impakti është i thellë. Më pak ngjeshje do të thotë infiltrimi më i mirë i ujit, më pak erozion, rrënjë më të shëndetshme dhe, në fund të fundit, korrje më të bollshme dhe të qëndrueshme. Në këtë kontekst, CTIS pushon së qeni një mbrojtës i thjesht i gomës. Ai transformohet në një mbrojtës të tokës, një instrument i konservimit dhe i maksimizimit të burimit më të vlefshëm, tokës pjellore. Është fuzioni i përsosur midis inxhinierisë së rëndë dhe ndjeshmërisë biologjike, një urë teknologjike midis qelikut dhe jetës. E ardhmja e rojtarit, sensoret, telemetria dhe rrota që flet me renj. Sot, evolucioni i CTIS-a nuk ndalet, po absorbohet nga vala më e madhe e epokës, digitalizimi dhe ndërlidhja. E ardhmja nuk është vetëm një sistem që vrojton dhe vepron në bord. Është një sistem që vëzgon, analizon, parashikon dhe komunikon. Sensorët e gjeneratës së re në çdo valvulë rrotulluese tashmë nuk masin vetëm presionin. Masin temperaturën e brendshme të gomës në kohë reale, një dhënë kritike për të parashikuar dështime. Këto të dhëna udhtojnë përmes lidhjeve pa tel brenda automjetit, jo përmes kablove. Njësia e kontrollit në bord tashmë nuk është një truj i izoluar, është një nyj në një rrjet. Përmes telemetrisë dhe sistemeve të ndërlidhjes si GSM, i gjithë informacioni i të 18 gomave, presion, temperaturë, alarme, transmetohet në kohë reale në një platformë në re. Në zyrën e menaxherit të flotës, një hartë tregon vendodhjen e çdo kamioni dhe një panel kontrolli tregon shëndetin e çdo rrote me kodet e ngjyrave. Sistemi tashmë jo vetëm alarmon shoferin, alarmon dispečerin, shefin e mirëmbajtjes. Mund të gjeneroj urdhra pune automatik kur detekton një model të humbjes së ngadaltë të presionit, duke programuar një riparim në servisin më të afërt të rrugës, para se të ndodhë një dështim në rrugë. Duke përdorur inteligjencën artificiale, këto sisteme fillojnë të mësojnë. Mund të korelojnë një rritje anomale të temperaturës në një gomë specifike me një model drejtimi të ashpër ose me një rrugë me shumë kthesa të ngushta, duke sugjeruar rregullime. Mund të parashikojnë, bazuar në të dhëna historike, jetën e dobishme të mbetur të çdo gome me një precizion mahnitës, duke optimizuar momentin e riveshjes ose të zvendësimit. E ardhmja e rojtarit është të jetë omniprezent dhe omniscient. Rrota pushon së qeni një komponent memec. Shndërrohet në një burim konstant të dhënash, në një orakull që flet për gjendjen e automjetit, për cilësinë e drejtimit, për rreziqet e rrugës. Tubi i vogël dhe rrotullues do të jetë vetëm porti fizik i një universi informacioni, pika ku bota analoge e gomës dhe asfaltit takohet me botën digjitale të biteve dhe reve, për të krijuar një transport më të sigurt, efikas dhe të parashikueshëm sekur. Kështu që, herën tjetër që ai tubt metalik rrotullues të tërheq vëmendjen tënde, kujto që nuk është vetëm një pjesë më shumë. Është dëshmitari fizik i një udhëtimi epik nga fusha e betejës deri te qendra e të dhënave.
është materializimi i një ide të thjeshtë, presioni i sakt, i ngritur nga nevoja, në kategorinë e sistemit inteligjent dhe vital. Na kujton se pas çdo detaji në rrugë, sado i vogël që të duket, mund të rrahë një histori e gjenisë njerëzore, një betejë kundër rrezikut dhe një premtim i efikasitetit. Është një kujtesë e heshtur se progresi shpesh rrotullohet rreth ideve më fundamentale, duke i vrojtuar ato me kompleksitetin më të hollë.